Lavdia i takon Allahut, i cili është i vetëm. Salavati, lavdrimi i Zotit dhe selami, paqja qofshin për Nebiin, lajmësin e fundit pas të cilit s'ka lajmës tjetër. I mbështetem Allahut të më mbroj nga shejtani mallkuar. Allahu është ai përveç të cilit nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë, i gjalli, i përjetshmi, mbajtësi i gjithçkaje. Ata nuk e kap as dremitja, as gjumi. Atij i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe gjithçka që gjendet në tokë. Kush mund të ndërhyet tek ai për ndokand pa lejen e tij? Ai di çdo gjë që u ka ndodhur krijesave në të shkuarën dhe çdo gjë që u ndodh në të ardhmen. Kurse ata nuk mund përvetësojnë asgjë nga dituria e tij përveç aq sa ai dëshiron. Kursiu i tij përfshin qiejt dhe tokën, dhe ai nuk e ka të rënd t'i ruaj ato. Ai është i lartë